më maltretonte, më kishte trajtonte. Ndërsa vjera ime dinte gjithçka. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakojemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë bashkarisht një rrëfim të radhës. Në fakt, rrëfimi që do ta ndajmë sonte nuk është një histori e thjeshtë. Është një histori ku lufta, dhuna, rrahjet dhe tradhtia kanë qenë primare. Por më e keqja në këtë mes është që vjera i ka dëgjuar të gjitha këto gjërat, i ka ditur të gjitha këto gjërat dhe nuk ka reaguar fare. Është të shtirur sikur nuk din asnjë gjë. Dhe kjo gjë po ushtrohet për vite të tëra në jetën e kësaj vajze, në jetën e kësaj gruaje që duron vetëm për hatër të fëmijëve të saj. Unë e kam në linjën time telefonike, tani do ta kyç për ju. Përshëndetje e dashur, shpresoj që më dëgjon. Përshëndetje Tiran, po, të ndëgjoj. Faleminderit shumë një herë që vendose ta ndash historinë tënde. Është një histori e trisht, është një histori nga ato që në fakt unë nuk dua që ti dëgjoj, por që çuditërisht jeta na bën që ti dëgjojmë. Jam i tëri për të dëgjuar ty. Faleminderit shumë. Unë kam një histori shumë të dhimbshme. Jam martuar në moshën 18 vjet. U martova në atë kohë me shkëlqyer, edhe prindërit më dhanë sepse ishte një familje e mirë. Jam rritur nga një baba i cili ishte i varfër, por ishte me dinjitet. Nga një nën që sakrifikonte gjithçka. Punonte në tokë, punonte në ar, vetëm që të na rriste ne. Kanë sakrifikuar jetën e tyre. Unë jam vajza më e madhe dhe pas meje kam një motër. Fillimet në martesë ishin të qeta, jo shumë të vështira. Mua më pëlqente jeta që boja. Isha e lumtur. Por gradualisht filluan gjëra që të ndryshonin. Burri im kishte një shoqëri të keqe. Rinte vonë në shtëpi. As bukë nuk e sillte. Nuk kujteseshte as pak për ne. Nuk donte t'ja dinte për ne. Nuk donte as të mendonte për ne. Unë shkreta jetoja me gjërat më të vogla. Nuk isha as çfarë edhe të haja. Po lëre pos kësaj, fillonte dhe më rihte, më maltretonte, më kishte trajtonte. Ndërsa vjera ime dinte gjithçka. I dinte krita gjërat. Ajo me qëllim nuk fliste sepse dëshironte që mua të më vret ky. E lejonte këtë gjën për të më vrarë mua. Dhe unë përjetoja të mere. E mbaj mend një natë erdhi i pirë shumë. Më ka rrahur aq shumë sa që nuk e kejten. Nuk dija se ku të gjej forcën të grim nga dyshemeja. Nuk dija të shohëten. Më fale dashur, do të pyes një diçka. Familja jote nuk e ndjen dhimbjen tënde fare për këtë që ti e duke e kaluar? E ndjen dhimbjen shumë, por nuk kanë çfarë të bëjnë. Babi 2 herë e ka të rrit, i ka fol. Por ky nuk ndryshon. Ky është njëri shumë i lik. Kam shkuar një herë te babi e nxirr komplet. Babi u acarua, por është tek 80-at, nuk ka më fuqin. Edhe më vjen keq më ta stresoj me këto gjëra. Sepse mendoj që unë jam sebebi që
Atë e kam plakur para kohe. Kemi vuajtur shumë dhe vazhdoj të vuaj akoma. Në gjithë këto vite martes nuk kanë ndryshuar. Është po i njëjti. Më vjen keq për djalin, për vajzën, që janë duke vuajtur jashtëzakonisht shumë, që janë duke hequr jashtëzakonisht shumë. Dhe të shkretët me një par gjinse shkojnë në shkollë me një palvin. I lutem Zotit që të më jap forcën dhe durimin që ta përpalloj këtë dhimbje se ndonjëherë them që edhe t'i jap fund jetës të varem. Nuk e duroj tot më këtë trishtim. Nuk e duroj tot më këtë dhimbje që njëri po ma shkakton. Nuk është një ditë, janë bërë gjithë ato vite, me rrahje, me thumë, me tortur, me mleve. Dhe sinqerisht jam duke Më fal, më thuaj, çmendur e tëra. cili është mesazhi jot për këtë histori? Çfarë do t'i thuash ti familjes tënde në këtë rast? Ndoshta është momenti që ti të marrin dhe ti të largohesh nga ky rreth. Ato duan shumë të më marrin, por s'kan ndihmë. Kemi qenë 2 herë në policinë e zonës, por është e kot. Edhe policia nuk i bën punën si duhet. Më beso. Jam në një gjendje të rëndë depresioni. Nuk e di se si do ta përballoj këtë jetë. Por vetëm dua t'i them babit më fal. Më fal që ta shkaktova këtë dhimbje. Më fal që shkaku im t'i vuajte më shumë se ç'duhet. Më fal që nuk po jeton dot i lumtur dhe i qetë. Edhe dua t'i them që e dua shumë. Dhe dua t'i lutem Zotit, vetëm një gjë të vetme, të mëroj fëmijët e mi. Asnjë gjë tjetër, sepse është e tmerrshme kjo që kaloj. Mua sinqerisht më vjen shumë keq, unë t'ju uroj të gjitha të mirat, edhe shpresoj që Zoti ta bëjë më të mirën për ty, Zoti të ndihmoj që ti ta zgjedhësh këtë problem. Uroj me Të zemër. përshëndes. E për atë dashur miq, ju e dëgjuat, është një grua, unë kam biseduar, është një grua e mrekullueshme, por ja që fati tregon të kundërtën për të dhe është duke thyer shumë fati. Unë dua të lexoj komentet tuaja. Çfarë mbështetje do t'i jepni?